janë të pabarasbartë në hapësirën shqiptare, këta dy djemë dhe gjithë ata që i banë atë histori të lavdishme të asaj kohe. Ne me përkushtim të madh i nderojmë jo vetëm këta dhe shokët e tyre të cilët u vrajtën në të njëjtën ditë. Dëshmorët e dinin se rruga drejt lirisë ishte vështirë dhe me këtë sakrifica, por ishin të mbindur në përfundimin gallëtar të saj. Për dy faktor, këta djemë ranë këtu. Një ishte atë dashuria që kanë dashur ata deri në Saran, edhe në ushqimin në hapësirën shqiptare, e dyta ishte domosdoshmëria për të vetë mbrojtur. S'kishte tjetër rrugë dalje. Si njëri tjetri zgjodhen rrugën e betimit të madh. Vdesin për liri. Rrugën e madhe, liri a vdekje, janë të pabarasbartë në hapësirën shqiptare, këta dy djemë dhe gjithë ata që i banë atë histori të lavdishme të asaj kohe. U tërbua politika jugoslave në krye të së cilës qëndronte kryesia RSF-s, përgjegjëse për të gjitha krimet bashkë me Komitetin Qendror të Ligës Komuniste Jugoslave. Fashizmi dhe racizmi pikërisht ishte te ta, ndërsa populli shqiptar luftonte, kërkonte rrugën e lirisë. Prandaj, këta demonstrues dhe masa e demonstruesve që ishin në këtë vend, i tërboi pushtuesit dhe i goditën, të cilët i vranë edhe Naser Hajrizin, edhe Aslan Pirevën. Prandaj, ne me përkushtim të madh i nderojmë jo vetëm këta dhe shokët e tyre të cilët u vrajtën në të njëjtën ditë. Vendin më meritor e zënë dëshmorët, sepse ata dhanë gjithçka nga vetja e tyre, duke mos kursyer as jetën. Dashuria ndaj vëllait motet me sakrificën për të. Dhe në emër të kësaj dashurie ata bën sakrificën sublime. Ata u brumosën dhe u shyen me ndjenjen patriotike, duke formuar karakterin luftarak të shërimtarit. Ata mëshironin shpirtin kryenkretës të përcjell nga breza të shumë të traditës së lëvizjes kombëtare shqiptare. Dëshmorët e dinin se rruga drejt lirisë ishte vështirë dhe me këtë sakrifica, por ishin të mbindur në përfundimin gallëtar të saj.